E drejta e qytetarëve për qasje në gjykat është e garantuar. Megjithatë, kjo qasje ka një kosto të saj. Qytetarët dhe bizneset, për shumicën dërmuese të rasteve, për të ju drejtuar gjykatës, duhet të paguajnë tarifat gjyqësore. Përkundër nevojës për të paguar këto tarifa, kërkohet që të ketë një balancë adekuate, në atë mënyrë që kostoja mos të cenojë të drejtën e qasjen në gjykat. Më 1 janar 2026 ka hyrë në fuqi udhëzimi i ri administrativ për unifikimin e taksave gjyqësore, sipas të cilit udhëzim, taksa gjyqësore janë rritur ndjeshëm. Fillimisht, ky ligj ka liruar nga taksa gjyqësore gjithsej 10 kategori. Shfrytëzuesi i asistencës sociale, familjet e dëshmorëve të UÇK-s dhe të zhdukurve në luftë, invalidët e UÇK-s, veteranët e luftës, familjet e viktimave civile të luftës, viktimat e dhunës seksuale të luftës, personat me aftësi të kufizuara, personat paraplegjik dhe tetraplegjik, personat e verbër, përfituesi i ndihmës juridike falas nga Agjencia për Ndihmë Juridike Falas. Po ashtu, nga taksa gjyqësore janë të liruara edhe institucionet shtetërore, qendrore, lokale dhe prokurori i shtetit. Sipas këtij udhëzimi administrativ, nga pagesa e taksës gjyqësore, sipas kërkesës së tij, mund të lirohet edhe personi me gjendje të vështirë ekonomike, i cili para gjykatës prezanton dëshmi se pagesa e taksës ndikon drejt për drejt në rrezikimin e ekzistencës së tij, respektivisht të anëtarëve të familjes së tij apo të personave tjerë të cilët varen nga ai. Po ashtu, ky udhëzim administrativ e ka përcaktuar edhe mundësinë e zgjatjes së afatit të pagesës së taksës gjyqësore. Lirimi nga taksa gjyqësore nuk vlen për lëndët pranë gjykatës komerciale. Po ashtu, udhëzimi administrativ i ka liruar nga tarifa plotësisht 26 lloje të parashtresave. Por sa janë rritur taksa gjyqësore sipas udhëzimit të ri administrativ për unifikimin e taksave gjyqësore. Sipas udhëzimit të ri administrativ për unifikimin e taksave gjyqësore, rritja e taksave për qytetarët është e thellë dhe në shumë kategori arrin nivele ekstreme. Për paditë civile të qytetarëve, taksat për vlera të ulta janë trefishuar. Për paditë nga 0 deri në 1000 euro, taksa nga 20 euro është bërë 60 euro, që paraqet rritje prej 200%, ndërsa për paditë nga 5.001 euro deri në 10.000 euro, taksa nga 60 euro është bërë 150 euro, apo rritje prej 150%. Edhe në çështjet bazike të përditshme, si pengimi i posedimit, servituti apo vërtetimi i pronësisë, taksa është dyfishuar nga 50 në 100 euro, ndërsa për divorc dhe alimentacion është rritur nga 50 në 60 euro. Në procedurat jo kontestimore, si ndarja e pronës, rritja është edhe më dramatike. Për rastet me më shumë se 10 ngastra, taksa është rritur nga 30 në 200 euro, pra mbi 6 fishim. Për bizneset rritjet janë edhe më të rënda. Kontestet komerciale deri në 1000 euro janë shtrejtuar nga 20 në 200 euro, që do thotë rritje prej 900%, ndërsa për kontestet deri në 5000 euro, taksa është rritur nga 40 në 200 euro, pra 5 fish. Edhe për vlera më të larta, rritjet mbesin shumë të larta. Për konteste deri në 100.000 euro, taksa është rritur nga 150 në 500 euro, ndërsa për konteste deri në 500.000 euro, nga 150 euro në 1.000 euro. Përveç padive, janë shtrejtuar ndjeshëm edhe veprimet procedurale. Ndërhyrja në procedurë është dyfishuar nga 30 në 60 euro. Parashtresa tjera janë rritur nga 20 në 50 euro, ndërsa propozimi për sigurimin e provës nga 30 në 100 euro. Në tërësi, udhëzimi i ri sjell rritje të forta, të shpejta dhe të përhapura në të gjitha kategoritë, për qytetar, biznese dhe procedura, duke bërë qasje në drejtësi dukshëm të shtrejtë se më parë. Kështu, sot drejtësia u kushton qytetarëve dhe bizneseve shumë më shtrejtë se më parë. Thank you.